atëherë edhe në Kosovë do heqet mekanizmi i përcaktimit të çmimit me marzhën. Unë uroj që stabilizimi i çmimit të naftës dhe derivateve të vazhdojë ditëve në vijim. Kjo krejt do të mbaret nga rrethanat në lindjen e mesme. Shumë e rëndësishme që ky mekanizëm i joni deri më tani ka dhënë rezultatet e veta, ndoshta jo në nivelin 100% ka pasur lëvizje të çmimeve, por gjithsesi që në situatën kur do të kemi qarkullim të lirë në ngushticën e Hormuzit dhe mos ndikim të sasisë apo të çmimit në berzën ndërkombëtare, atëherë edhe në Kosovë do heqet mekanizmi i përcaktimit të çmimit me marzhën. Por duhet më shumë se sa një ditë që të vlerësohet apo përcaktohet sakt a kemi kaluar në një situatë normale apo ende ka hapësirë ose mundësi për destabilitet. Ne kemi të vlerësuar në baza ditore, në fakt tani 2 herë në ditë, marrim informatat mbi çmimin e importit të naftës dhe derivateve të saj, prandaj edhe kemi këtë mekanizmin e marzhës, i cili nuk do të lejojë të shkohet përmbi normën e përcaktuar të çmimit të naftës dhe derivateve.